Hetimet për disa vjedhje të automjeteve në Durrës kanë zbuluar një aktivitet të dyshimt ku makinat e vjedhura dyshohet se shiteshin te persona me precedent penal për përdorim në veprimtari kriminale. Në qendër të skemës, sipas policisë, qëndronte 21 vjeçari Klajdi Leshi nga Bulqiza, i shpallur më herët në kërkim. Një kamionçin e vjedhur dhe e braktisur 3 ditë më parë në periferi të Durrësit çoi policinë në gjurmët e tij. Në bashkëpunim me komisariatet e Tiranës dhe Bulqizës, policia e Durrësit zhvilloi operacionin Markat, gjatë të cilit u arrestua 21 vjeçari. Hetimet tregojnë se Leshi vepronte në disa zona të Durrësit, kryesisht në lagjet 15 dhe 17, si te në qarkun e Dibrës. Episodi i fundit u shënua në fshatin Gjoritës të Bulqizës, ku ai vodhi një automjet Benz dhe u përpoqte arratisej drejt Tiranës. Patrullet e komisariatit numër 4 e ndalua në hyrje të kryeqytetit dhe arrestua në flagrancë. Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi 4 automjete të vjedhura të markave Benz, Toyota, Volkswagen dhe Ford Focus, si dhe sende personale të vjedhura nga një mjet tjetër në Durrës. Hetimet po vijojnë për të zbuluar nëse 21 vjeçari është i përfshirë në vjedhje të tjera ende të paverifikuara.